Kosovë, për burrin është marrë mi punu gruaja pastruese. Në Kosovë, për burrin nuk është marrë mi punu gruaja pastruese në Gjermani. Punë të cilat gratë kishin mund mi kry në Kosovë janë të stigmatizume, nuk i lojnë burrat e vetë mi kry, nuk i lënë komuniteti. Çka ndodh? Qysh mundi me shpjegu ju që penjonës pe zona më të braktisura të Kosovës, krejt komuniteti kanë shku dhe punojnë në pastrim të shtëpive, në restorane, në shtëpia të njerëzve të tjera, punojnë në shërbime të cilat na po duhet mi kontraktu njerëz të tjerë që po vinë, me paga të cilat ndoshta në Gjermani nuk i marrin të njëjta si në Kosovë. Pra, ti po duhesh me marr punëtore pe Filipinave, me këshyr gra në për shtëpia ose me fshi shtëpia. Në anën tjetër, ki gra të cilat po shkojnë prej Kosovës me kry të njëjtën punë në Gjermani. Pse? Unë po du me ta bo një pyetje tjetër. E qele mas i erdhe dhe gjithu po du me ta qitë anën tjetër të medalje, se me të pyet. A është kjo, pse burrat shqiptar janë patriarkal, e janë xheloz ata me punu, me i fqu gratë me punu këtu, po në Gjermani nuk janë xheloz. Në Kosovë, për burrin është marrë mi punu gruaja pastruese. Në Kosovë, për burrin nuk është marrë mi punu gruaja pastruese në Gjermani. Kjo është problem kulturor. Në Kosovë është marrë studenti me punu në pastrim, në Gjermani nuk është marrë studenti me shku me pastru në spital. Dhe kjo ne është të na kriju... E ka dalë, pse që burri Gjerman nuk është xheloz? Burri Gjerman e ka kalu këtë punë, edhe burri shqiptare ka kalu. Edhe gruaja shqiptare kanë kalu. Gjermani e ka. Kërkosh. Qëtu e kanë problemin, edhe këtu t'ju kallëzej që i ku mbodo pare, edhe masne e kemi në situatë ku hajtë se atje e kena mirë, e kena një shef mirë. Edhe në Kosovë ka shefat mirë. Edhe në Kosovë ka punëdhënës të mirë, nërshëm që dojnë me kry punë, me pas staf të mirë, me vazhdu biznesin e vetë, sepse duhet me kuptu që pe një biznesi pirat të cilën e kemi pas, tash kemi nisë me kriju bizneset, cilat janë të ligjshme, cilat dojnë me zhvillu biznesin e vetë, të cilët e kanë kuptu që tu pas punëtor të mirë, mujnë me zhvillu biznesin, këto nuk duhet me harru. Na përdit takojmë punëdhënës të këshe, që i denoncojmë me kallëzojmë, po në anën tjetër të takojmë punëdhënës model.